Kur përmendën forcat detare, njerëzve zakonisht shkojnë në ndërmend luftimet e ashpra që shoqërohen me plagosje dhe vdekje. Por në shumë porte të vendeve në zhvillim, anijet e forcave detare nga Kina e largët sjellin jo konflikt, por shpresë për jetë. Kjo është arka e paqes, një anije spitalore e forcave detare kineze, e para e këtij tipi i prodhuar nga Kina. Anija 178 metra i gjatë, 24 metra i gjerë me një tonazh prej 14.300 tonësh, ka një kompleks mjekësor prej 4.000 metra shkatror dhe cilësohet si një ark jete. Anija e teknologjisë së fundit është e pajisur me dhomë reanimacioni, dhomë dërezeve X, skaner, laborator, dhomë të përgatitjes së gjakut dhe qendrë informacioni mjekësor. Ajo gjithashtu ka mjedise të përparuara mjekësore dhe një sistem të plotë infermierie me repart të kujdesi intensiv, repart të lëndimesh serioze, repart të djegjesh, repart të përgjithshëm, repart të karantine e të tjera. Që nga udhëtimi i saj i parë në vitin 2010, gjatë zbatimit 15 vjeçar të misioneve globale, Arka e Paqes ka lundruar mbi 320.000 milje tetare, duke vizituar 52 vende në 3 oqeane dhe 6 kontinente e duke ofruar shërbime mjekësore falas për mbi 370.000 njerëz. Shpesh herë misionet shkojnë përtej ofrimit të trajtimit në port. Ekipet mjekësore kryen edhe klinika në zona të largëta për të ndihmuar më shumë njerëz të fitojnë shpresë për shëndetin. Anija e dytë spitalore 10.000 tonësh e Kinës, arka e rrugës së Mëndafshit, u vu në shërbim. Ajo ka 14 departamente klinike dhe 8 salla moderne operacioni, ku mund të kryehen më shumë se 60 lloje operacionesh. Anija ka edhe helikopter shërbimi ambulator dhe është në gjendje të marrë pjesë në misione të shpëtimit emergjent. Vetëm në misionin e parë jashtë vendit të vitit 2025, udhëtimi i anijes zgjati 234 ditë dhe mbylloi një gjatësi të përgjithshme afërsisht 36.000 milje tetare. Gjatë atij misioni, anija lundroi në përfaqësorin jugor, detin e Karaibeve dhe Oqeani Atlantik, duke vizituar Naurun, Fijin, Tongën, Jamaikën, Barbadosin dhe Guineen e Re, Papua, për të ofruar shërbime mjekësore. Jo vetëm kaq, po ekuipazhi përri ndalesa edhe në Brazil e Kili për të kryer shkëmbime mjekësore. Mjekët kinezë bënë gjithsej mbi 26.300 vizita ambulatore, kryen më shumë se 2.700 operacione dhe mbi 17.000 prova laboratorike dhe ofruan kujdes spitalor për 136 pacientë. Arka e Paqes dhe Arka e rrugës së Mëndafshit janë pjesëtare të misionit Harmonia të forcave detare kineze, një veprim e ndihmës humanitare që u ofron Kina vendeve në zhvillim. Deri në fillim të këtij viti, në kuadër të misionit Harmonia, këto dy anije spitalore kishin vizituar 57 vende dhe rajone, duke ofruar shërbime mjekësore për mbi 390.000 njerëz në vende përkatëse dhe duke udhëtuar mbi 350.000 milje tetare. Kina i ka treguar botës me veprimet e saj se fuqia e vërtet nuk qëndron te pushtimi, por te shërimi, jo te kërcënimi, por te mbrojtja. Nga Oqeani Indian në Atlantik, kur ajo flotë e bardhë gjigante lundron në një port të huaj, ajo sjell jo vetëm pajisje dhe furnizime mjekësore, por edhe ngrohtësi dhe vullnet të mirë nga lindja. Siç tha një banor i Sejshelëve, zakonisht kur flitet për ushtërinë, mendojmë vetëm për luftë, por të shohësh një flotë ushtarake që udhëton nëpër botë për të ndihmuar njerëzit, kjo është vërtet e mrekullueshme.